nuk mund ta konceptojmë faktin se të harrosh është një defekt. Nuk është defekt. Është një humbje haperente e kujtesë në momente të caktuara, sepse truri selekton informacione të rëndësishme, informacione të cilat kanë marrë përqendrimin apo vëmendjen tonë, ose kemi qenë të përqendruar ndaj atyre informacione. Dhe rëndësishme ta them mirë se po, Arta, referuar pyetjes tuaj, ne sot në këtë fazë jashtëzakonisht dinamike dhe teknologjike, ne nuk po e mbajmë mend informacionin, po e mbajmë mend vendin ku duhet ta gjejmë informacionin. Dhe ku e mbështes këtë? Nga shumë studime sensore, ku kanë theksuar se sot njerëzit e dinë që informacionin mund ta gjejnë online dhe nuk përpiqen ta mbajnë mend apo ta regjistrojnë atë, përveç